RFN për herë të parë sa antarësimin në Bashkimin Evropian e sheh si momentin më të mirë për t'i lënë stafetën dikujt tjetër. Në një intervistë për The Guardian, ai shpjegoi pse u kishte refuzuar 3 kryeministra britanik për emigrantët. Kuvendi përfshihet nga debatet për zgjedhjen e avokatit të ri të popullit. Opozita kërkoi që zgjedhja të bëhet brenda kësaj legjislature, por në krahun tjetër, majoranca tha se duhet konsensus për kandidaturat përpara se të shkohet në votim. Kreu i SPAK Altin Dumani deklaron se institucioni që ai drejton është duke hetuar 43 kallëzime për krime zgjedhore në 11 maj, ndërsa kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi kërkon nisjen e një reforme të thellë zgjedhore që në shtator. Ekspertët rrugor ngren shqetësimin për vakumin ligjor që ekziston për përdorimin e monopatinave, ndaj kërkojnë ndryshim të kodit rrugor. Ndërsa mjekët shprehen se po vinë në rritje traumat nga aksidentet e të rinjve me këto mjete. CIA mbështet pretendimet e Donald Trump se sulmi amerikan i shkaktoi dëme të mëdha programit bërthamor të Iranit. Në të parin reagim pas armëpushimit, Ayatollahu Ali Khamenei shpalli fitoren e Iranit dhe tha se amerikanët nuk arritën asgjë.